Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi wahdahu ala wa majidhu wa salamnahu wa tawassala wa salli ala khairil anami Muhammedin wa sallim wa ali wa sihabi wa man tala wa ba'd. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, salavatet dhe selamet ja dërgojmë dashmërit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu i cili na ka mundësuar të qëndrojmë në hisen më të mirë, në natët më të mira dhe në muajin më të mirë në shtëpitë e tij, që të qëndrojmë në adhurim duke u porulur për Allahun xhalla xhelaluhu dhe duke e kujtuar atë, që na lutim Allahun xhalla xhelaluhu që Allahu dhul xhelal të pranon adhurimin ton, agjerimin ton, të pranon gjitha veprat e mira, leximin, lutjet të gjitha. Për arsye se me të vërtetë është nder i veçantë që Allahu xhalla xhelaluhu të adhuron këtë mirësi e të prezantojsh në xhami, në hisen e një pjesës së natës ku të tjerët janë duke fletur. Edhe se është momenti dhe është ajo koha në të cilën duhet që të ngjallen netët të vëllezër, edhe pse ne jemi pak popull i cili lodhmi shpejt. Edhe shumë shpejt bezdismi nga ibadeti, por mu për atë kanë ardhur tekstet të cilët janë si kuranore dhe ato profetike të cilët në nxisin për atë e cila është më e mira dhe më e dubishmja për ne, që të pastrojmë shpirtin ton dhe të mbushim bagazhin ton me vepra të mira e të paraqitmi para krijuesit ton, e të i paraqitmi kërkesat tona, se me të vërtet në pjesën ku të tjerët flejnë dhe ti i e zgjuar, aty është mirësia. Dhe ibadetin të cilën Allahu xhalla xhelaluhu e don më shumë ti pas farzave janë nafilet e posaçërisht pra namazi i natës. Po për atë vëllezër, tash një pyetje, do shta e dini këtë sahabijun, po inshallah pyetja është që një sahabi i cili ka qenë me një kohë që nuk ka qenë ky musliman, ka qenë jehudi që i fut pra prej hebrejve, dhe herën e parë ky, kur ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi i pejgamberit sallam i kanë dëgjuar disa fjalë. E ato fjalë ishin që s'pari herë tha i ndëgjoj nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thonë pejgamberi sallam, ejuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wa silu al-arham wa sallu bil-lejli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. S'pari herë ky sahabi e ndëgjon pejgamberin sallam duke thonë, o ju njerëz, drejtohuni për hapja selamin. E para. E dyta, jepni dhuroni ushqim të varfërve apo njerëzve që të hanë. E treta, mbani lidhjen farefisnore. Dhe e katëra, faluni natën kur të gjithë të tjerët janë duke flej. Falni namaz natën kur të tjerët janë duke flej. Ky ndëgjon këto fjalë direkt e pejgamberit dhe pastaj shkon që të bisedon të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për disa pyetje testive që teston se a është i dërguar apo jo, për shkak se tha se ky kishte dituri shumë, edhe nga i thartë e librit kishte dituri, që ai me këto pyetje, të cilët i bonte si test pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk mund të përgjigjej dikush tjetër përveç nëse ishte i dërguar dhe pejgamber. Kush e din emrin, e kemi cekur më duket edhe në vjetë, nëse nuk gaboj, kush e din emrin, e merr librin e vërtetën mbi shijat që ta dhe mos për më dalluar.
Mos më. E ngrej gishtin që ti shohim tjerë. Tamam, kush e di ta shohim me çedi. Ç'është? Abdullah ibn Salam. Tamam. Kush e din e ngrej gishtin që ta zgjedhim kush përgjigjet. Tamam. Allah e shpërblet. Ky është Abdullah ibn Salami, i cili ishte jahudi e pastaj dhe në Allahu xhallahu xhallahu kur i bën testet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e planon, domethënë Islamin. Tamam? Por gjithashtu, tash një pyetje tjetër. Kush e gjen këtë pyetje, është një libër e re dhe e mirë, njihe Islamin nëpërmjet 100 pyetjeve. Inshallah këtë libër e merr ai që do ta gjejnë tash këtë pyetje të cilët do ta bëjmë. Janë 3 ose 4 sahabi të cilët duni me i gjetë emrat, tamam? Njëri prej këtyre është edhe ky Abdullah ibn Salami. Është në rregull? E transmeton Imam Tirmidhiu nga Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, i cili kur i erdhi momenti i vdekjes Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu, atëherë tabiinët o vëllezër ishin ata të cilët u interesonin gjithherë për dituri, që të marrin dituri edhe të dinë. E pastaj njëri nga tabiinët që ishte prezent aty te Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, në momentin e vdekjes, në shtatin e vdekjes, i tha Muadh ibn Jabalit, sikur të na këshillojshe diçka tash në këtë moment, të na jepshe ndonjë testament, ndonjë këshill që na ta kemi pastaj nga ti ta marrim. E ky tha, "Ajlisuni", më ngrini, më ulni, edhe kur ndihmuan që të ulet Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, atëherë tha, "Dijeni, innal imana wal ilma makanahuma, man ibtaghahuma wajadahuma." Dijeni se imani, pra besimi dhe dituria, tha, ato janë në vendet e tyre. Në vendet e tyre ku janë. Kushdo i cili i kërkon ato i gjen. Para mendohem çfarë këshille e artë të vëllezër nga Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu. Tha, ato janë të vendi i tyre pozitën që ja u ka dhuruar Allahu xhallahu xhelaluhu. Besimi dhe dituria nuk të vin kot. Ato janë të vendi. Pa i kërkuar nuk të vinë. Pa i kërkuar nuk i gjen. Pa i lypur nuk i gjen. Tha, kush i lyp ato, kush i kërkon ato, kush i synon ato, i gjen ato. Ato janë në pozitën e lartë të tyre. Besimin pa e lypur, pa e dashtur nuk e gjen. Pa dashtur që të vish namazi i natës, ibadeti i natës është prezent në xhamia. Ajo është në vendin e vet, apo? Pa e dashtur, pa e kërkuar nuk e gjen ato. Pa prezentuar nuk i kije se vopë. Pa e shfrytzuar këto 10 netët nuk i kije. Ato 10 netët janë me vlerë. Po janë me vlerë por ata të cilët i kërkojnë dhe i shfrytëzojnë. Po nuk i kërkuam humbet vlera. Ato vlera atyre përsëri qëndron aty ku janë. Por na nëse nuk shkojmë dhe nuk i kërkojmë, na nuk i gjejmë. Kush i gjen vlerën e tyre? Kush e kap notën e kadrit me vlerën e madhe? Ai që e kërkon ato e gjen. E njëjta është dhe besimi dhe e njëjta është dituria. Dituria është aty. Dituria për shembull është e dietarët, e është në xhamia ku mbahen dersa dhe ku shpjegohet. Kush e kërkon e gjen, se kërkon s'ki kohë, s'ki me pas dituri. S'ti ka interesu, s'ki me pas dituri. Pastaj do të gjykojsh simbas logjikës tonde dhe simbas ignorancës tonde. Ky s'merrvesh, ai tjetri s'diçka me tregu, ky tjetri nuk din me na tregu, derisa tjetri s'merrvesh. Gjithherë kështu kemi shku se kemë gjyku simbas asaj të cilën ti mendon. A kurse dituria është me një pozitë kush e kërkon e gjen, se kërkon se ka. E pastaj tha Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, tha, "Iltamisul ilma inda 4." Kërkon një diturin në 4 persona. Edhe ceku pastaj. Këto sahabët i ceku me emra, ku ta lypin diturin. E ceku të parin, e ceku pastaj dytin, tretin, dhe i katëri është njëri prej këtyre të cilën e cekum.
Tamam? Këtë sahabijun të cilën e cekëm Abdullah ibn Selami është njëri për këtyre 4 që e la porosi Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu për me marrë dituri. Ta kërkon një diturin te këto 4 persona. Valla atëherë kush janë këto 4 persona, kush i din, e merr librin inshallah. Ha? Hajde Davud. A i shkëll me ndikuja. Njonin e dim, tamam. Kush i gjenë këto tjerë? Abdullah ibn Selami është ati prezent. Ha? A ti të regoj më dalon për nesër? Ha? Si thoni? Hullum toni, edhe librën da mbajmë këtu, kush i gjenë nesër, inshallah, e morëm librën. A është në regull? Pytja, shkurt pra, mboni menda, që ti gjejmë këto sahabët e cilët ishin porosi për dituri. Pytja tjetër, është e letë, normal, cila ishte surja të cilët lexuam në namaz. Edhe vazhdojmë të lexojmë inshallah dhe pa. Kush e di? Isra. Të lexuesat e fundit aty. Gjatë. Allahu i është problem. Po mirë, cila sure është para surës Isra? An-Nahl, bravo. Atëherë pyetja për në tajwid, për ta marrë Kur'anin komplet, Kur'ani përshtatshëm për me mësuar, për mendesh, pyetja në tajwid. Tash tajwid normal, talebet mos folni pa e çudorën. Tamam? Se këto talebet ja u marrin tash me njëri. Po unë di zgjedhi pastaj tash kushedi, tamam? Pyetja është kështu. Prej rregullave që cekën prom të nuni sakinit dhe të nuinit, pra nuni me sukun kur vjen dhe të nuini, është një prej rregullave që quhet el-idgham. Idgham është shkrirja e nuni sakinit apo terminit kur të vjen pra disa shkronja. Atëherë, kush i din sa shkronja ka idghami që duhet me ardhë pas nuni sakinit dhe të nuinit, e pastaj ato shkronja ndahen dy lloje, na i tregon. Kush është aty? Amori? Berati. Tjetër a ka që i di? Amore, e vo. Ki vlovi? Se kemi? Samir. Ha? Cilat janë? Bravo. Jam imnum vaf, lam edhe ra. Po cilat janë të kësaja dhe cilat janë të kësaja? Po? Bravo. Dhe me thonë, idgham me gunne, të cilat dhe me thonë shkrirje hundore, bohen jeja mimi nuni vavi, të cilat janë katërshkojnët dhe idghami pa gunne, pra janë lam edhe ra. Bravo, Allah ishë problem. Mere Kur'anin. Në gjatja, sënaj. Allahu i është problem. Atëherë pra ngell, e ku janë ato talive tjerë, spishata, që e din të gjvidin. Veç gishtat tisha, se me nuk i dit tani problem. Me i kanë harru. Më kanë hi që do talive tjerë në fund, i e hupon të gjvidin. Allah i dhëzo. Allah i është problem. Allah i ndëroft me të mira. Allahu në adhuroft dije, se a përshet dije është e gjonë. Duhet me hullum tu e me kërku, kush e kërkon e gjenë. Kush ka mësu të gjvidin, i din. Kush s'ka mësu, s'din. Kush e ka mësu leximin e Kur'anit, din. Kush s'ka mësu, s'din. Kush ka ardhë më falë, do shpërblete do të fiton. Kush s'ka ardhë, ai që u ka zgju fiton, ai që s'u ka zgju, kështu është bro. Allahu në lusmi që Allahu xhel xhelalu të na mëson dije të dobishme,
e Allahu xhel xhelalu të na jep kuvet e fuqi që të shfrytëzojmë edhe pak inshallah në adhurim edhe në ibadet. Bëni dua sa më shumë në sejdë. Kur përmendet xheneti, lypni prej Allahut xhenetin, e kur përmendet xhehenemi, lutni Allahut që të na ruan nga zjarri i xhehenemit, të vëllezër, se tash është shanca që na të arrijm e ndoshta të shpëtojmë prej zjarrit të xhehenemit. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft. Nëse keni dënë një pyetje ju me pyet, nuk është problem. E paraqitni pyetjen, pastaj nesër e shtjellojmë atë pyetje, ëh? Nuk është problem, Allah e shpëton.